si duket është thonë për atyne që janë do lloj njerëzve që kur shkojnë dikun nuk din muqu, din me tepru, din me kqyr gjithë ka, din me çdo detaj me vështru. Këta njerëz janë bezdishëm, këta njerëz janë gjose kushit pritën me ju bo muhabet. Mirë po pejgamberi sa tash kur vjen ai pejgamberi sa e qel derën, e pret në formën më të mirë, tu i buzëqesh, tu i bu muhabet, tu e nderu. Subhanallah. Knej Aisha po çuditet. Pse? Për shkak se pejgamberi sa para se me hiky, pejgamberi tha kush na erdh. Ndërsa kur hini mëna thash pret pejgamberi sa në formën më të mirë. Tash mas i shkon për thot Aisha, pejgamberi sa më thotoi dërgumi Allahut, çka ndodhi thot para se me hi, ai njeri ti the kështu, ndërsa kur hinit çash mirë ke prit soçi sikur me kon dikush i dallun pe shokëve tu, pe sahabëve që i don shumë. Pe thot pejgamberi alayhisalam o Aisha, kur në jetën tonë më kënë dëgju ose më ke pa mu që jam kon i vrasht ose në sjellje ju i mirë me njerëzit, më ke pa në herë. Pa marrë parasysh kush jam. Unë jam i butë, unë jam i afërt me njerëzit, unë jam i mëshirshëm, për çfarë Allahu ka thonë, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." S'kemi dërguar ty Muhammed përveç se rahmet, mëshirë për botrat. Për këtë arsye pra muslimani kur është fjala e bashkëjetesës, e bashkëpunimit me njerëzit, duhet me pas sjellje të mirë, edhe nëse janë njerëzit të këqij, ndoshta janë të vrashtë të sene, mirë po na duhet me kanë për shkak që mi ofru njerëzit në rrugën e Zotit, për shkak që mi u bën njerëzve këtë fe dashne, me nai pas lakmi, duhet me pas kujdes çush po sillen me ta. Për këtë transmetohet që Abu Darda një herë ka thonë kur është taku me një njeri për njerëzve që thuhet që është kanë prej dyftyrshave, është qenë shumë mirë me to, kur e kanë pyetur o Abu Darda, çush bre po ti, a dikush është ai? Thotë e di shumë mirë. Thotë po ka për njerëzve që me fytyrë ju buzëqeshëm, i presin mirë, sillen mirë, mirë po zemrat tona i mallkojnë ata. Mirë po qëllimi është që mi u lan knatësi, mi u lan lezet në takim me neve. Për këtë arsye muslimani është i butë, është i afërt, edhe thot pejgamberi alayhis salam, ju ka bo haram, ju ka ndalu zjarmi i xhenemit me djeg, ato i cili është i butë, ai i cili është i afërt, ai i cili është i sjellshëm dhe i mirë me njerëzit. Inshallah Zoti na bën me kontil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.